Berat Gjimshiti, tashmë është edhe zyrtarisht me dokumente një futbollist i Al Diriyah në Arabinë Saudite. Procedurat burokratike nuk kishin përfunduar, ndaj klubi i Atalantës nuk kishte shpallur publikisht divorcin me kapitenin e kombëtarës shqiptare. Por kjo ka ndodhur sot, me një postim në faqen e klubit që i ka dhënë lamtumirën futbollistit shqiptar, i cili u bë pjesë e disa prej faqeve më të lavdishme të historisë së këtij klubi. Pas 8 sezonesh e gjysmë me Zikaltrit, Berat Gjimshiti transferohet te Al Diriyah FC. Atalanta njofton transferimin përfundimtar të Berat Gjimshitit te Al Diriyah. Mbrojtësi 33 vjeçar shqiptar përfundon kështu një periudhë emocionuese në Bergamo, pasi ka veshur fanellën e Zikaltërve 334 herë dhe ka shënuar 10 gola. Këto shifra kanë kontribuar ndjeshëm në historinë e kohëve të fundit të klubit, duke kulmuar me trofeun e parë historik ndërkombëtar të Atalantës në finalen e UEFA Europa League më 22 maj 2024, me Gjimshitin si kapiten të ekipit. Familjet Perkasi dhe Paliuka, si dhe i gjithë klubi Zikaltër, i shprehin falenderimet e tyre të përzemërta Beratit, jo vetëm për kontributin e tij në fushë, por edhe për angazhimin, për kushtimin dhe besnikërinë e tij ndaj klubit. Ata i urojnë atij fat të mbar në këtë përvojë të re profesionale dhe për të ardhmen e tij, shkruhej në njoftimin e klubit. Taulant Seferi e ka nisur me vrudh eksperiencën e tij si pjesë e Kayserispor në kampionatin turk. Pas 2 golave në javën e parë të kampionatit, sulmuesi i kombëtares shqiptare i ka shtuar edhe një tjetër në javën e dytë në duelin përballë Sivasspor, ku aktivizohet Rej Manaj. Në fundin e pjesës së parë, Seferi u bë protagonist duke shënuar golin e dytë për ekipin e tij pas një kundërsulmi të shpejtë, duke mposhtur portierin Rej Manaj. Seferi mbylli sezonin e kaluar me 17 gola të shënuar me fanellën e Bodrumspor në kampionatin e kategorisë së dytë turke, ndërsa tani ka objektiv me Kayserispor që të sigurojë ngjitjen në elitë. Armando Broja e nisi si zëvendësues këtë edicion në radhët e Burnleyt, duke luajtur vetëm në minutat e fundit të barazimit 2-2 ndaj West Ham. Por që me hyrjen e tij në fushën e lojës, ai u shfaq shumë më ndryshe se sa ishte parë në ndeshjet e mëparshme. Kjo shihet edhe nga statistikat që ka regjistruar SofaScore për lojtarin, sipas të cilave ai ka qenë perfekt në 11 pasimet e tij, të gjitha në gjysmëfushën kundërshtare, ndërsa ka kryer me sukses edhe të 2 driblimet që tentoi. Ai është vlerësuar me notën 7 sa i përket statistikave të regjistruara. Ndërkohë, mediat që mbulojnë klubin, më saktësisht portali Burnley Express, i ka vendosur atij notën 6 për paraqitjen në minutat e fundit të sfidës, që ndryshoi nga 0-2 në 2-2, edhe falfutjes në fushë të sulmuesit shqiptar. U lidh mjaft mirë kur Burnley u duk se po lëvizte topin shpejt në fundin e ndeshjes. Do të jetë interesante të shihet se çfarë ndodh në 2 javët e fundit të dritares së merkatos, shkruan te portali në fjalë për Brojën, duke ju referuar edhe lajmeve për një transferim të mundshëm të tij. Mirlind Daku ka shënuar sot ndeshjen e tij të parë si titullar në radhët e skuadrës së Spartak Moskës, duke u bërë menjëherë protagonist të një suksesi i saj. Ekipi i ri i Dakut luante në transfert përballë Baltika dhe futbollisti i kombëtares shqiptare la gjurmën e tij në minutën e 20 të ndeshjes. Ai nisi një asist perfekt për Ugalde, i cili shënoi kësisoj golin e avantazhit për skuadrën e Spartak Moskës, duke falenderuar menjëherë sulmuesin shqiptar. Sulmuesi luajti të gjithë ndeshjen e plot me Spartak Moskën që në fund triumfoi me shifrat 2-1, duke u kthyer në vendin e tretë në renditjen e kampionatit pas 4 javësh të luajtura. Mario Mitaj ka regjistruar një asist që në ndeshjen e tij të parë zyrtare me fanellën e Genoas, ku transferua gjatë kësaj vere. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare ka lënë shenjën e tij në Kupën e Italisë, në duelin mes Genoas dhe Askolit. Edhe pse sfida luhej në fushën e skuadrës së Serie A, ishte Askoli që kaloi pari në avantazh, duke befasuar vendasit. Gjithçka po ecte në favor të kësaj skuadre, derisa erdhi minuta e 42, kur trajneri De Rossi ngarkoi Mitajin të harkonte këndoren nga e majta. Harkimi perfekt i tij gjeti Markandali, i cili me kokë mposhti portierin kundërshtar dhe barazoi shifrat. Më pas, skuadra e Genoas shënoi një tjetër gol, duke mbyllur në avantazhin 2-1 pjesën e parë, ndërsa Mitaj u ndërrua në pushimin e sfidës nga De Rossi. Armando Broja e ka nisur këtë edicion në Championship me fanellën e Burnleyt si zëvendësues.
por ka qenë protagonist në barazimin e rëndësishëm 2-2 që skuadra e tij mori përballë West Ham. Brosha hyri në fushë vetëm në minutën e 76, kur shifrat ishin 2-0 për ekipin mik, që dukej në kontroll të plot të ndeshjes së javës së parë. Por pikërisht në një pasim i Broshës erdhi penalltia që rihapi takimin, me Fleming që e ekzekutoi saktësisht, duke ndezur edhe një herë atmosferën dhe një sherr të vogël pas saj, ku u përfshi edhe sulmuesi shqiptar. Në minutat shtesë të ndeshjes erdhi edhe goli i dytë i Fleming, që vullosi një barazim 2-2, i cili dukej si një fitore për skuadrën e sulmuesit shqiptar, që duket se mund të ketë minuta në fushë edhe me trajnerin e ri. Kazim Laçi e ka nisur me këmbën e mbar këtë sezon në Superligën turke, ku është pjesë e ekipit të Rizespor. Mes fushori i kombëtares shqiptare, si zakonisht titullar në radhët e skuadrës së tij, rezultoi vendimtar në suksesin 1-0 të siguruar në fushën e Konyaspor, në ndeshjen e javës së parë të kampionatit, ku ekipi i tij lufton për të qenë pranë zonës së kupave të Europës. Pasi gjyqtari akordoi një penallti në minutat shtesë të ndeshjes, ishte pikërisht Laçi ai i cili u caktua të ekzekutonte, dhe mesfushori e bëri atë në mënyrë perfekte, duke çuar sferën atje ku portieri nuk mund të mbërrinte, por t'i vënë avantazhin ekipit të tij në minutën e 97. Në sezonin e kaluar, Laçi ishte autori i 7 golave dhe 9 asisteve në Superligën turke, duke u bërë një nga lojtarët më të spikatur të ekipit të Rizespor. Legjenda e Spartak Moskës, Valeri Kechinov, ka dhënë një vlerësim pozitiv për transferimin e sulmuesit shqiptar Mirlind Daku, duke shprehur bindjen se sulmuesi i kombëtares mund të ketë ndikim të madh te skuadra ruse. Në një intervistë për Match TV, ish futbollisti i Spartakut e ka cilësuar transferimin e Dakut si një përforcim që zgjidhte një prej nevojave kryesore të ekipit në repartin ofensiv. E kam thënë tashmë se na duhej të forconim pozicionin e qendër sulmuesit. Blerja e Dakut e zgjidhi këtë problem. Jam i sigurt se Mirlindi do të jetë një ndihmë e madhe për Spartakun. Është e vështirë të thuhet saktësisht se sa gola do të shënoj, por te Spartaku jam i sigurt se duhet të shënoj shumë më tepër se sa shënoi te Rubin Kazani, deklaroi ai. 52 vjeçari është një prej emrave të njohur të historisë së Spartak Moskës. Ai e veshi fanellën e klubit nga viti 1994 deri më 2001, duke u shndërruar në një prej figurave të rëndësishme të skuadrës gjatë asaj periudhe. Ndërsa rikujtojmë që Daku i u bashkua Spartak Moskës më 6 gusht, duke u transferuar nga Rubin Kazani për rreth 11 milion euro. Julian Shehu ka regjistruar sot asistin e parë për këtë sezon në kampionatin polak, ku prej vitesh vesh fanellën e ekipit të Widzew Łódź. Në ndeshjen e javës së katërt ndaj Korona Kielce, ishte pikërisht një devijim me koki mes fushorit të kombëtares shqiptare, ai që solli edhe golin e avantazhit të shënuar nga Kapuadi. Por më pas, 2 gola të shpejt të realizuar nga miqt që në pjesën e parë bën që ndeshja të mbyllej me fitoren e Korona Kielce, duke shënuar humbjen e parë për Widzew Łódź në këtë kampionat. Në minutat e fundit të sfidës, në radhët e Widzew Łódź u aktivizua edhe mesfushori Lindon Selahi.